të ishte kryetari i bashkisë, por ju e dini shumë mirë situatën si është zhvilluar, është për të ardhur keq, po ka shumë gjëra për të ardhur keq, kështu që përfundimisht s'ka që na vjen keq fare, po duhet të shohim përpara që çfarë nuk thuhet në këtë vend, po nuk është vetëm ky vend, është gjithë bota që jeton në një atmosferë të helmatisur nga dhjetrat e titujve në sekond që dalin në për faqet dhe ndërfaqet e botës digjitale dhe ndër 100 tituj që lexoni ju siguroj për sa më takon dhe për sa na takon 95 janë ose gjysmë vërteta që janë gënjeshtra më të mëdha ose janë komplet rrena. Dhe e solla këtë në vëmendje sepse kur kryetari i bashkisë u mor nga zyra për të mbyllur në qeli pa gjyq. Atëherë për herë të parë e ngrita zërin lidhur me një proces në të drejtësisë, duke thënë që kjo është disproporcionale për faktin se cila do qoftë arsyeja ose cila do qofshin arsyet pse drejtësia heton kryetarin e bashkisë janë të pamjaftueshme si arsye për sa kohë kryetari i bashkisë nuk ka vrarë njeri dhe nuk është kapur në flagrancë duke bërë një krim për ta lënë Tiranën pa kryetar bashkie të zgjedhur. Gjithsesi, pavarësisht se çfarë ne mund të themi ose të mendojmë, drejtësia është e pavarur. Fal një hapi të jashtëzakonshëm që ka bërë Partia Socialiste për ta pavarësuar drejtësinë në Shqipëri pas 100 e kusur vjetësh shtet shqiptar kur drejtësia s'ka qenë kurrë e pavarur. Pastaj koha kaloi në të gjitha shkallët ku kryetari i bashkisë kërkoi rikthimin në detyrë dhe hetimin në gjendje të lirë e humbi gjyqin dhe kur u ezauruan gjitha shkallët ishte gjëja më normale që të mendohej për qytetin, të mendohej për njerëzit që kanë dhe ata një të drejtë shumë të madhe themelore, e drejta për të qeverisur nga të zgjedhurit e tyre. Dhe kjo ishte arsyeja pse ne ndërmorëm hapin tjetër, që të hapim rrugën e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Nuk ishte një hap për të fajsuar kryetarin e bashkisë, as një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë mungonte në detyrë se kishte arsye të vetat. Po ishte një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë në pamundësi për të kryer detyrën të mos kthehej në një problem gjithmonë e më të madh për qytetin, sepse qyteti asnjë qytet nuk mund të qeveriset me telekomand apo me delegim. Pavarësisht gjithë punës madhe dhe përpjekjes që bën Anuela bashkë me nënkryetarët, qyteti ka nevojë për të zgjedhurin legjitim që ta drejtojë atë. Është gjë më normale. Dhe pavarësisht përpjekjes që bëm, përsëri nuk ja dolëm, sepse gjykata kushtetuese refuzoi t'i hap rrugë zgjedhjeve në Tiranë, duke përcaktuar pamundësinë e kryetarit të bashkisë për të qenë në detyrë dhe nga ana tjetër duke përcaktuar që nuk është e drejta e Këshillit Bashkiak dhe e qeverisë që të hapin rrugën e zgjedhjeve duke e larguar kryetarin e bashkisë për sa kohë ai ka munguar sepse nuk i është dhënë mundësia që të vijë. Është një vendim gjykate, nuk diskutohet që ne respektojmë, madje unë nuk kam asnjë arsye të besoj që gjykata kushtetuese
ka bërë politik në këtë rast, s'kam arsye ta besoj, kam arsye të besoj gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe. Por mendimi ndryshe i gjykatës kushtetuese të çon në konkluzionin që kur kryetari i bashkisë shkoi atje për të kërkuar të kthehet në zyrë, gjykata kushtetuese ta kthej në zyrë. Sepse vetë ka thënë që nuk mund bëhen zgjedhje në Tiranë sepse ai është i zgjedhuri. Atëherë duhet ta kthejnë në zyrë. Në mënyrë që të normalizohet një situatë që është një situatë çdo ditë dhe më e vështirë për kryeqytetin. Dhe këtë gjë po ja u them sepse duke ndjekur ecurinë e punëve në Tiranë për shkak të kësaj situate, e shoh që çdo ditë bëhet dhe më e vështirë. Nuk është normale. Por, thënë gjithë kjo, ne këtu jemi për të bërë më të mirën për qytetin. Ne këtu jemi për të dhënë të gjithë një dorë në kushtet kur ka një problem qyteti që është mungesa e personit që ka zgjedhur. Dhe prandaj jemi bërë gjithë bashkë për ta shtyrë përpara punën e Tiranës, sepse nga ana tjetër, pavarësisht se çfarë mendojnë, njerëzit që jetojnë në këtë qytet duan shërbimet. Duan rrugën, duan kopshin, duan çerdhen, duan pastrimin, duan të gjitha me radhë, gjë që ne duhet bëjmë çmos që t'i kenë. Dhe duke e vlerësuar maksimalisht rëndësinë e kësaj detyre, jemi edhe sot këtu, së bashku me Ogertën, që ishte dhe mbetet kandidatja jonë për të drejtuar Tiranën kur të vinë zgjedhjet, së bashku me Delinën, që është Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit dhe që po ashtu ka barën e drejtimit politik të skuadrës së deputetëve apo të përfaqësuesve të Partisë Socialiste në këtë njësi, dhe natyrisht bashku me ju. Kështu që fjalën e ka cili do dhe cila do që e dëshiron për të bërë pyetje dhe për të ngritur probleme. Ka një mikrofon që po. Atëherë, përshëndetje. Të lutem se është ai mbrapa që e ka marrë fjalën. Me radhë. Po. Atëherë, mora shkak për të folur se dëgjova që tha për rrugën Ibrahim Braja. Unë jam banues i asaj rruge prej shumë vitesh. Jam lindë e rrit aty. Nga problematikat e shumta që ka lagja, faktikisht edhe unë mballëngjeva shumë kur e dëgjova rrugën, emrin e rrugës, për të vetëm arsye. Kemi shumë e shumë vite që po përmbytemi. Po i ndrojmë mobiljet nga shumë herë. Megjithatë, që mos hyrë në shumë detaje, ju lutem mos na harroni. Vetëm kjo ishte faleminderit nga ana juaj. U përmend nga Anuela që kjo rrugë do të është futur në investim për një kohë shumë të afërt. Shqetësimi yt është i drejtë që kjo nuk duhet harruar, po unë do të kërkoja një gjë tjetër. Nëse është e mundur me një grup nga ju ne të ndjekim nga afër çdo investim që do bëjmë, duke filluar nga rruga Ibrahim Braja që tashmë e ka marrë rrugën e investimit. Përshëndetje zoti kryeministër, përshëndetje gjithë ekipit. Unë jam Kujtim Bisha, pensionist në njësinë 3. Unë kisha një pyetje. Ku qëndron arsyeja dhe cilat janë synimet e qeverisë që juve drejtoni që çdo fund viti jepni një bonus, por nuk është në rritje direkte të pensionistëve në skemën e sigurimeve shoqërore.
Dhe e dyta, duke marrur shkas nga rrjetet sociale, por duke i bashkangjitur edhe një shprehje popullore që i Zoti e shet, po tellalli se jep, e kam fjalën për megafon të tellallit të Sali, që propagandon gjithmonë që nuk do të ketë rritje për këtë me radhë. Ne kemi besim tek fjala juaj, kemi besim tek Partia Socialiste, te programet, te serioziteti me të cilën ajo paraqitet tek neve, dhe nuk e vëmë dyshim të gjitha këto që juve thoni. Kisha një pyetje të thjeshtë, sa do të jetë ose sa e ka përcaktuar Ministria e Financave masën e shpërblimit të këtij bonusi të këtij viti. Dhe në fund ne jemi shpresë plot që me juve në krye në vitin 2030 do të aderojmë në familjen evropiane. Ju faleminderit. Po të falenderoj për të parashtrim, sepse na ndihmon të shpjegojmë disa gjëra më në detaje dhe nga ana tjetër e mira e kësaj pune, duke qenë se përmendet dikë që unë nuk ja përmend emrin për shumë vitesh edhe që merrem me të vetëm kur ka fushat, se jam i detyruar se aty jemi në arenë dhe duhet më marrë edhe për ndryshe as nuk e dëgjoj çfarë thot, as nuk e llogaris. A është as është, realisht. Është një e keqe e madhe që nuk i është ndarë këtij vendi ajo frym, se nuk është çështja thjesht tek një person, është çështja tek një frym e tërë, tek një kënet e madhe, ku ai është thjesht bufi i madh, po aty ç'a nuk ka. Dhe e mira e kësaj pune është që fjalët që unë them dhe që ne themi, njerëzit e kanë shumë të thjesht i vërtetojnë, sepse kur ne themi do jepet bonusi, njerëzit kanë mundësi ta vërtetojnë do jepet apo s'do jepet. Vjet dhanë bonusin më të lartë që ishte dhënë, sepse kishim mundësi ta bënim gjë të tillë dhe përcaktuam 150 euro për të gjithë ata që marrin një pension nën 200 euro dhe 100 euro për gjithë ata që marrin një pension mbi 200 euro. Të njëjtin bonus do ta merrni edhe në dhjetor. Njësoj. Tani që unë po e them, është një fjalë. Dhjetori vjen për pak javë. Do ta vërtetoni vetë. Dhe kur ta vërtetoni vetë, do kuptoni këtë duhet dëgjoni e këtë duhet dëgjoni. Tani juve i dëgjoni të tërë se jeni të vëmendshëm, por sinqerisht dhe realisht unë shumë kush nuk e beson vërtet, po edhe e kam thënë dhe më parë, po ja u përsëris prap. Unë nuk lexoj portale, marr her pas here kështu që mi çojnë këta që kam rreth e rrotull se këta lexojnë edhe shqetësohen. Nuk kam lajme shqip në shtëpi, nuk shoh debate, për arsyeën e thjesht sepse jam në kontakt vazhdueshëm me njerëzit, ndjekim në mënyrë sistematike çdo muaj opinionin me anketat e brendshme që bëjmë, pyesim njerëzit për gjithë farë lloj çështjesh dhe mua më mjafton dhe më tepro. I them këto, jo se po ju them juve se të bëni si unë, po thjesht për t'ju thënë që në fund të ditës ajo që vlen është çfarë bën konkretisht. Dhe përderisa bëjmë konkretisht, natyrisht nuk i bëjmë dot të gjitha ashtu siç duam dhe kur duam, natyrisht bëjmë edhe ne gabime, natyrisht kemi edhe ne momentet ku rrëzohemi në këtë të përpjet, por
me këmbgulje vazhdojmë dhe me këmbgulje them se bëjmë më shumë. Kështu që për gjithë ata që kanë thënë që bonusi i dhjetorit do të ndahet vitin tjetër, muaj pas muaj, dhe në këtë dhjetor s'do merrni asgjë, ja erdhi dhjetori, do shohim do merrni apo s'do merrni. Kur të merrni, do dini vetë se ç'të mendoni për ata që ju fusin nxixat duke luajtur deri dhe me këto gjëra që janë gjëra që për jetën tuaj të përditshme kanë rëndësi të veçantë. Për sa i përket pyetjes tjetër, pyetja tjetër lidhet me faktin që ne kemi një situatë shumë të posaçme si vend. Një pjesë shumë e madhe e forcës tonë të punës, qysh në vitin 90 u spostua drejt Greqisë, drejt Italisë, drejt vendeve të tjera. Dhe qëndroi aty për shumë vite, duke mos paguar asnjë kontribut në Shqipëri, sepse o punuan në të zezë fillimisht jashtë, ose pastaj kur filluan të sistemohen i kanë paguar kontributet jashtë. Dhe prandaj ne kemi bërë në këto vite të gjithë këtë proces të gjatë, të vështirë, të njohjes pensioneve të shqiptarëve jashtë, duke arritur më në fund të realizojmë edhe një nga dy pjesët më të rënda të këtij procesi nga i pamja financiare, njohjen me Italinë, pensionet e shqiptarëve në Itali. Që do të thotë që shqiptarët që kanë punuar në Itali dhe kanë paguar sigurinë shoqërore në Itali, për gjithë atë periudhë kohe kur kanë punuar atje dhe kanë paguar atje, do të marrin pensionin si atje. Ndërkohë që për pjesën tjetër do të marrin pensionin si këtu. Na mungon pjesa e Greqisë. Është negociat, jo e lehtë, po punojmë fort, por keni parasysh atë që e kam thënë dhe gjatë fushatës, nëse hymë në Bashkimin Evropian, edhe kjo pjesë është e zgjidhur, sepse pastaj direkt shqiptarët bëhen qytetar të Bashkimit Evropian në të gjitha aspektet që lidhen me institucionet, me sigurimet, me shërbimin shëndetësor dhe kështu me radhë. Dhe normal që kur vjen një shqiptar që ka punuar 30 vjet në Greqi dhe vjen këtu në pension dhe merr pensionin, thotë po si ka mundësi, unë ç'është ky pension? Pension është ky? E vërtetë është. Por pikërisht se numri i pensionistëve është shumë i madh dhe kontributet kanë qenë totalisht disproporcionale, mundësia e fondit pensioneve nuk është që të mbuloj në mënyrë të drejtë për drejtë. Prandaj, përtej indeksimit që ne bëjmë çdo vit, tani do të bëjmë edhe rritjen e mbështetjes përmes një bonusi të vazhdueshëm non-stop. Që do thotë që 1.7 miliard euro në 4 vjet janë një shumë e madhe, po të llogarisim që i gjithë prodhimi i brendshëm kombëtar i Shqipërisë kur ne morëm detyrën ishte 9-10 miliard. Sot ne 1.7 miliard i kemi përcaktuar në buxhetin afatmesën vetëm për pensionistët. Kjo është gjëja që po bëjmë dhe në ndërkohë do të vazhdojmë të rrisim kapacitetin e fondit të pensioneve duke rritur kontributet, pa rritur akoma vlerën e kontributit. Keni parasysh, ne jemi një vend ku me të drejtë njerëzit kërkojnë më shumë, por kemi kontributet më të ulta për person të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore. I kemi më të ulta. Duam shëndetësi më të mirë me të drejtë
por ama kontributet i kemi më të ultat në të gjithë rajonin. Dhe ka qenë e vetëdijshme, është e qëllimshme që mos ngarkojmë më shumë njerëzit, por t'i japim mundësi që të forcojnë dal nga dal ekonominë e tyre, edhe ato bizneset e vogla që vetë punësojnë, që punësojnë të tjerë. Kemi ndryshuar komplet tavanët e biznesit vogël, sepse kur ne kemi marrë detyrën në biznes dhe për disa vite më mbrapa biznesi vogël quhej biznesi që kishte deri në 80.000 euro xhiro. E kemi quar në 140.000. Është e konsiderueshme. Është e konsiderueshme. Okej, besoj që u morën vesh, dhjetori erdhi.